Çfarë do doje të thoshin njerëzit për ty në funeralin tënd? Ndiqni deri në fund, ndërsa dua të ndaj disa mendime pasi javën e kaluar më është dashur të jem në 2 funerale dhe të dëgjoj për humbjen e një njeriu që e kam njohur prej shumë vitesh. I pari ishte një ish oficer. Kur shkova te shtëpia e funeralit dhe po qëndroja aty bashkë me një afërmit dhe me shoqërinë e tyre, në ekran ishin duke u shfaqur foto të familjes edhe të ndjerit. Në fakt ishte hera e parë që më rasiste të shikoja një gjë të tillë, por më pëlqeu si ide. Dhe ajo që më preku ishte të shikoja momente kyçe nga jeta e këtij personi. Të shikoja atë si një bashkëshort, si një vëlla, si një baba, si një gjysh. Nuk më zuri syri asnjë foto nga puna e tij, sepse nuk ishin të rëndësishme. Personi i dytë është një arsimtare që ka dhënë mësim në një nga fshatrat më të thellë të Librashtit, një nga ato fshatra që më kujtoi emisionet e gazetarit Marin Mema, sepse për të shkuar atje ishte tepër e vështirë. Kjo mësuese në shumë gjurmë të gjithë fëmijët të cilët ajo i pati në klasën e saj. Sa isha te dreka, një nga nxënësit e saj po më tregonte me shumë dashuri dhe respekt për gjurmët që kjo mësuese kishte lënë tek ajo, për në mënyrë të veçantë tek vllai i saj, i cili ishte një mëngjarashë dhe donte të linte shkollën se ishte i dekurajuar, ishte tepër e lodhshëm për të shkruar, por kjo mësuese ta gjatë mos ishte dorë, sepse ishte një ideal i zgjuar dhe do të arrinte shumë në jetë. Dhe fali inkurajimit të saj, ai ideal është sot aty ku është. Personi i tretë është një besimtare e krishterë në një vend tepër të vështirë, ku nuk është e lehtë që ti të thuash që i beson Jezusit. Megjithatë, kjo grua jo vetëm që e ndante hapur besimin e saj në një ambient jo dashamirës dhe jo mbështetës, por ajo gjithmonë kishte një buzëqeshje edhe këngë në gojën e saj. Të gjithë ata që e kanë njohur e kujtojnë për njeriu paqësor, gruan e dashur dhe fisnike, tepër fisnike dhe bukur. Jo vetëm sepse ishte një grua me tipare tepër të bukura, por për shkak të asaj që ajo pasqyronte. Dhe sot ndërsa bisedoja me një mike të përbashkët, më tregoi se sa shumë njerëz kishin shkuar në funeralin e saj. Njerëz edhe nga media, njerëz nga besime të ndryshme, njerëz që ndoshta në këtë jetë nuk kanë qenë kurrë dakord me atë që ajo besonte, me Jezusin që ajo e donte, megjithatë tek ata ajo kishte lënë një gjurmë të thellë. Dhe një gjë tepër të veçantë që kjo grua kishte, ishte interesi sinqert që tregonte për njerëz. Çdo njeri që takonte, ajo e pyeste jo për të kaluar radhën si je, por me të vërtetë si je, dhe në fund do të lutej për to. Do të bënte atë që ajo besonte që ishte gjëja më e mirë dhe dhurata më e mirë e shenjës së kujdesit për ta. Të tre këto njerëz më kanë bërë të mendoj për një nga vargjet në Bibël që thotë: një emër i mirë është më i pëlqyeshëm se pasuritë e mëdha, dhe hiri ose mëshira dhe mshuria është më i pëlqyeshëm se argjendi edhe ari. Nuk e di se ku po e ndërton këtë jetë dhe mbi çfarë po investon, apo investon mbi pasuritë të cilat asnjë nga ne nuk do t'i marrë me vete. Por ajo gjurma më e çmuar dhe më e pëlqyeshme që mund të lëmë është në njerëzit nga të cilët rrethohemi, te familja jonë së pari dhe tek njerëzit e tjerë që Zoti vën gjatë rrugës sonë. Zoti ju bekoft. Nëse nuk më ndiqni, ju inkurajoj dhe ju ftoj që të regjistroni në kanalin tim për tema të tilla që lidhin jetën e përditshme me aspektin shpirtëror të jetës dhe ato gjëra që me të vërtet ja vlejnë.